Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të përballesh me një vendim të rëndësishëm, por intuita do të ndihmojë të zgjedhësh drejt. Në dashuri, komunikimi bëhet më i ngrohtë dhe dikush mund të surprizojë pozitivisht. Kujdes me shpenzimet impulsive në mbrëmje. Demi. Do ndihesh më i qetë dhe më i fokusuar tek stabiliteti personal. Është momenti mirë për të rregulluar çështje financiare ose plane afatgjata. Në marrëdhënie, partneri kërkon më shumë vëmendje emocionale. Beqarët mund të marrin një mesazh interesant nga një person i së kaluarës. Binjakët. Energjia jote sociale është në kulm. Takime, biseda dhe mundësi të reja do të dominojnë ditën. Në punë do të kesh ide kreative që mund të vlerësohen nga të tjerët. Në dashuri, shmang paqartësitë dhe thuaj hapur atë që ndjen. Gaforia. Dishmëria rritet dhe do të kërkosh më shumë qetësi emocionale. Një çështje familjare mund të marrë zgjidhje pozitive. Në aspektin profesional, mos e nënvlerëso veten, sepse dikush po vëzhgon aftësitë tua. Kujdes me lodhjen fizike. Luani. Dita favorizon suksesin dhe vetbesimin. Do ndihesh më i motivuar për të ndjekur objektivat personale. Një lajm i mirë financiar ose profesional mund të japë shtysë të re. Në dashuri ka pasion, por shmang krenarinë e tepërt. Virgjëresha. Fokusi yt do të jetë organizimi dhe qartësia. Është ditë ideale për të mbyllur detyrat të mbetura pezull. Në marrëdhënie personale mund të kërkosh më shumë siguri. Një bisedë e sinqertë do të sjellë qetësi emocionale. Peshoria. Balanca rikthehet gradualisht. Do ndihesh më i frymëzuar në aspektin artistik ose krijues. Në punë mund të lindë një bashkëpunim i ri interesant. Në dashuri favorizohen afrimet romantike dhe momentet spontane. Akrepi. Kjo ditë sjell intensitet emocional dhe intuit të fortë. Dikush mund të të kërkojë ndihmë ose këshill. Në financa tregohu më i kujdesshëm me premtimet që merr. Në jetën sentimentale ka mundësi për sqarime të rëndësishme. Shigjetari. Do ndihesh energjik dhe me dëshirë për ndryshim. Mund të lindë një mundësi udhëtimi ose projekt i ri. Në dashuri spontaniteti të favorizon shumë. Kujdes vetëm të mos shpërqendrohesh nga detajet praktike. Britsjapi. Puna dhe përgjithësi do të jenë prioritet. Kjo ditë sjell mundësi për avancim ose njohje profesionale. Në aspektin emocional mund të dukesh më i rezervuar, por dikush avërteje kërkon më shumë hapje nga ana jote. Ujori. Kreativiteti dhe mendimet origjinale do të bien në sy. Është ditë e mirë për të nisur diçka të re ose për të eksperimentuar me ide të ndryshme. Në dashuri mund të ndodhë një takim interesant ose një afrim i papritur. Peshqit. Do ndihesh më intuitiv dhe emocional se zakonisht. Dita favorizon reflektimin dhe qetësinë shpirtërore. Në punë shmang konfliktet e vogla dhe mos merr çdo kritik personalisht. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh. Horoskopi në Top Albania Radio.